Një lajm i madh për kulturën dhe traditën muzikare. Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore jo materiale ka shpallur në mbledhjen e radhës disa festarë të kulturës sonë si vlerë kombëtare e trashëgimisë kulturore jo materiale. Mes tyre dy vlerat e jashtëzakonshme që i përkasin lushnjës dhe zemrës së muzikës, vallja e ngjallës dhe vallja dyshe muzikare. Ky vlerësim është kurorëzimi i një pune dhe pasionin të trashëguar ndër dekada nga artistë, mjeshtra dhe breza të tërë kërcimtarësh që kanë mbajtur gjallë identitetin kulturor të zonës. Vallja e ngjallës dhe vallja dyshe muzikare janë pasuri e lushnjës dhe e lushnjarëve, e tashmë me status kombëtar, pjesë e trashëgimisë kulturore të gjithë Shqipërisë. Kjo shpallje pritet të ndikojë dhe në promovimin më të madh të folklorit muzikar në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare. Institucionet vendore dhe grupet artistike do të kenë tashmë një përgjegjësi dhe më të madhe për ruajtjen autentike të këtyre valleve. Brezi i ri do të ketë mundësi të mësojë dhe të trashëgojë këto pasuri me krenari. Kjo është një tjetër dëshmi se kultura jonë tradicionale mbetet një nga shtyllat më të forta të identitetit kombëtar. Ruajtja dhe përcjellja e këtyre vlerave ndër breza mbetet një detyrë e përbashkët për të mbrojtur identitetin ton kombëtar, që jeton fuqishëm në folklorin e pasur shqiptar, një krenari për muzikën dhe për lushnjën.